Thonë kryetari i LDK-s. Është përfolur edhe emri juaj, zoti Aziri? E kim shtetin e pilot, jo përbese nuk na ardhë. Unë kom insistuar që mos me laku emna, përderisa nuk ka marrëveshje. Se ka patur spekulime që edhe emri juaj është një nga emrat. Edhe për kuvend është spekulu. Lakime ka pasur për kuvend, një marrëveshje eventuale. Se dy emra janë përfolur si të afërt që mund ta bëjnë këtë. Me pas Glauko Njufsa nga Milano, Lutfi Aziri nga Madrid. Madrid. Një marrëveshje se më çuta petë emra s'dosha me fol boll me profesor Mujin. Jo është në interes. Në argumente se s'dosha me dalë emrat. Me pas një marrëveshje parimore, që po quhet marrëveshje klasike, LDK, LVV, kishte thënë në rregull, ishin zgjat durt, po flasin për këtë pozitë, atëherë kishte thënë çfarë është emri. Ka mujt me qenë një propozim prej LDK-s, 2 propozime, 3 propozime. Zakonisht kur bëhet marrëveshje e tillë në nivel të liderëve, nuk lakon 2 emra, 3 emra sepse prishet marrëveshja. Shkohet me një emër konkret. Po. Tani këtë drejt që ka pas Lumir Abdixhiku ka mujt me laku. Ai ka thonë mas pak është emri jam që unë i besoj, edhe di pse. Sepse ai duhet me zgjedh, kur bash president do të me lëshu partinë, apo jo? Po. Nuk është e lehtë këtë fazë, nuk ka qenë vendim i lehtë. Ka mujt me hy çdo emër tjetër. tjetër. Shohet për çështje për kjo është ajo që presidentit. Momentin që është përmend, momentin që është përmend, eventualisht Vjosa Osmani mundet me qenë kandidati i LDK-s. A ka pas dakordim 15 nënshkrime për Vjosa Osmani? Për çdo emër që LDK-ja kishte bërë marrëveshje, ka pas dakordim. Edhe për Vjosa Osmani. Edhe për Vjosa Osmani. Edhe për Vjosa Osmani. Edhe për Vjosa Osmani. Madje është shumë e sinqert kjo pjesa që aty është diskutuar edhe për emra. Kur ta them unë do me besu se dallimi është i madh. Na po flasim për një proces politik ku s'ka pas emra, po me pas ardhur të emrat kisha në një parim kryetari i partisë u koni pari. Ka mujt më koni 2 i 3, por ka mujt më koni edhe Vjosa Osmani. Okej. Po ka mundur tjetë, por me gjitha të... Faleminderit shumë, lëviz këtu. Ka qenë për njerëz të brendshëm që shkret në rregull. Si bashkëpunues Lidhjes Demokratike. Do me çu më lart, që do për parësia Vjosa Osmani si kandidate. Se ka qenë presidenti në zyre. Po, por me gjitha të si zoti kishte numrat e unifikuar. Prit me ta shohim pak shikuesin se kemi me shumë rëndësi tani ti bani pyetjet. A duhet